Mirdita, ju përshëndes përzemërsisht ju, përshëndes drejtues e departamentit për punën e shkëlqyer që kanë bërë, programin që kanë përgatitur, për një çështje e cila është çështja themelore e sigurisë, e shëndetit të çdo populli, të çdo vendi. Për një çështje e cila t'jemi real si kontroll është në duart të mafjes. Është mafja shtetërore dhe ajo tjetra e lidhur me shtetërorën që kanë në dorë tërësisht këtë siguri që është siguria më e rëndësishme. Shqipëria sigurisht ka sigurinë kombëtare, por ama e ka të garantuar me NATO. Dhe askush s'mund ta sulmojë Shqipërinë pa u përballë me Aleancën Atlantikut Veriut. Shqipëria ka sigurinë juridike, e kanë zhdukur. Për sa kohë që qytetari pret 15 vite për një proces gjyqësor, nuk ka më siguri juridike dhe nuk funksionon dot si shtet ligjor. Shqipëria, të lidhur direkt me jetën e njerëzve, shëndetin e tyre, ka sigurinë ushqimore, ka sigurinë e medikamenteve. Dhe këto, që kur kontrolli është në kthetrat e mafjes, urdhon laboratorit, shtetëror, ministri, ja merr kompetencat dhe ja jep një laboratori privat në shembullin atyre PPP-ve të shtetësisë për të ndarë parat me te. Shqipëria ka specialist shumë të mirë, ka njerëz që e njohin, por ata janë të skajuar, janë të marginalizuar, dhe e vërteta është që gjithçka përcaktohet nga mafja. Ne themi se po ecim drejt Bashkimit Evropian. Asnjë standard të Bashkimit Evropian nuk plotësojmë. Nuk ka sot, ja u them unë ju, në qoftë se ulet specialisti dhe i merr një standardet e fushës së tij në Shqipëri dhe krahasuar me Bashkimin Evropian, ju garantoj se nuk ekziston më asnjë krahasim. Ndërkohë, kur ato duhet të jenë udhërrëfyes, do të jenë kushtet më pozitive për qytetarët shqiptar në mënyrë që të afrohen me qytetarët evropian. Sot, Instituti i Statistikës ka dhënë një dhënë shumë interesante. 99.6% e të gjitha prokurimeve janë me shqiptar. Të ndaluara me të huaj. Në një kohë kur marrëveshja e firmosur me Bashkimin Evropian, e detyron Shqipërinë tjetë e hapur për investitorët shqiptar dhe europian, dhe kjo me qëllimin, me interesin më të mirë të qytetarëve shqiptar, sepse punrat u kushtojnë më lirë. Punrat bëhen më me cilësi. Por
këta i fshin nga faqja, kanë vu një rregull. Kanë vu rregullin sipas të cilit duhen të dorëzosh dokumentat për 34 ditë. Duhet të dorëzosh me e-Albania, e cila kërkon 38 ditë. Dhe çdo huaj që i dorëzon me e-Albania paraqitet pasi është firmos prokurimi. Unë ju dhash këtë shembull për të thënë që absolutisht në çdo fush, ky është raporti ynë me standardin evropian. Po ka një fush ku e pagojmë më shumë se çdo fush tjetër, dhe kjo është siguria ushqimore. Sepse ajo lidhet direkt me shtetin, dihet se ushqimet nga burim, shëndeti, mirëndjeje e tjera mund të bëhen shkaqe smundjesh ndër më të rrezikshmet. Asnjë kontroll serioz sot, asnjë kontroll jashtë korrupsionit nuk është më. Këtu futen inpute, futen substanca që përdoren në bujqësi, në fushat ndryshme, të ndaluara me ligj si kancerogjene dhe të rrezikshme. Mjafton që të paguajnë këtu dhe aty, dhe tani rishfeti nuk shkon më, nuk ndalet kur tek drejtori, ta dini, rishfeti ka marrë tash një karakter vertikal të pamshirë. Kështu që shkon gjerë tek ministri, garantohet dhe vazhdon pa asnjë lloj perturbimi, marrim vesh vetëm kur produktet tona kthehen dhe bëjmë lajme të këqija, shumë të këqija, që kërcënojmë kombe të tjera, shoqëri të tjera me prodhimet tona që eksportojmë. Dhe ata na i kthejnë, sepse i gjejnë me helme që s'mund të tregtohen, ose kur krijojnë epidemi salmonelash, dhe atëherë merret vesh vetëm kur smuret kryeministri me salmonelë. Se gjëra atëherë ajo nuk u mor vesh. Dhe gjëra atëherë nuk majti asnjë përgjegjësi askush, dhe pas kësaj dole ajo akusta, unë po jap dorëheqje. Kush i kishte këto? Këto i solli një njeri i qeverisë dhe afër qeverisë. Ndaj as hetim, as përgjegjësi. Edhe ky, u tha po jap dorëheqje se u smur Edi Rama që thoshte e kam nga breshkat. Absolutisht nga pulat, nga salmonela e purt. Jo, e sigurt. Por çështjet e tij shtetësore i zgjidh vetë, qytetarët do zgjidhin çështjet shtetësore. Qytetarët janë